Gruaja e faraonit Asia vjen këtu jo vetëm thjesht si një histori se çfarë ka ndodhur, por vjen si një mësim për ditët tona. Pra ajo ka qenë në maksimumin e luksit dhe ka synuar Zotin. Dhe prandaj ne kemi quajtur fëqinjësi me Zotin. Pra synoj fëqinjësinë me Zotin dhe jo fëqinjësinë me luksin apo komoditetin. Që duhet ta lexojmë edhe në ditët e sotme. Patjetër, sepse Asia e njihte luksin, e njihte jetën, po themi, të shfrenuar, jetën e Sarajt. E dinte mirë kush është dhe bashorti i saj, por kaderi i Zotit ishte i tillë që ajo të jetonte me atë njeri. Mirë po e kuptoi ardhjen e këtij fëmije bekim prej Zotit. Pra që kur thonë me dashuri, me shikim të parë, sa po e pa këtë fëmijë, sa më njëherë tha e pa që ky fëmijë është shansi i jetës së saj. Edhe me të vërtetë ajo ishte shansi jo vetëm i jetës, por edhe shansi i xhenetit të saj. Pra kjo është kur njeriu di të dallojë se sa pesh ka luksi, pasuria dhe pushteti dhe sa pesh ka mesazhi që dërgon ty Zoti. Ky fëmijë e shpëtoi Asien faktikisht. Ndoshta u bë shkak që të shkputet nga po themi ai luks nga ajo jetë, po ajo është nga banorët, nga zonjat e banorëve të xhenetit, nga zonjat e grave të xhenetit, dhe është pikërisht veprimi i saj ajo që e bën të pavdekshme Asia. Kush do ta dinte rastin, historinë e bashortës faraonit, po mos kishte qenë ky qëndrimi i saj. Jeta kaloi, mbaroi shumë e shkurtër është kjo jetë, ajo mbetet e pavdekshme në gjithë historinë njerëzore. Të gjithë e lexojnë, të gjithë lëshojnë mëshirë mbi të gjithë duan t'i ngjajnë asaj, dhe emrin e saj të gjithë duan ta marrin dhe ta bëjnë të pavdekshëm. Është pikërisht ajo besimi dhe forca e saj për ditër të dalluar se sa pesh ka pushteti dhe luksi dhe sa pesh ka besimi. Është pikërisht ajo që përmendë që ajo e sakrifikoi nëse mund ta shpreh çdo gjë, edhe jetën e saj për këtë besim, sepse e pa që besimi është shumë më i vyrë, shumë më i shtrenjtë. Për fat keq në kundërshtim me njerëz të cilët e nisin jetën e tyre me besim, po themi me zemër të pastër, me kënaqësi, mirë po kur fillojnë të sprovohen me shumë më pak pasuri se ç'është sprovuar Asia, fillojnë dhe nuk e kthen më kokën mbrapa aty kanë qenë, fillojnë dhe korruptohen vetvetiu, s'po i korrupton kush, korruptohen vetvetiu dhe harrojnë besimin e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta shijojë besimin e tij, ta përjetojë besimin e tij. Mos e marrë atë thjesht si një stacion në rrugë që e nisa rrugën me besim, po pastaj më doli diçka tjetër, Kjo është rrugë që nëse vazhdon në të, besimi do të vijë duke ushtuar, kënaqësia do të vijë duke ushtuar dhe pasuria sado e madhe qoftë ajo, ke për ta parë që është shumë e vogël në krahasim me atë kënaqësinë dhe atë, po themi, forcën e madhe që t'jep besimi. Nuk kemi kundra as luksit, as pushtetit, as pasurisë, në vetë Zoti na ka mësuar për të lutur për mirë, për të mirën e kësaj bote, për të mirën e botës tjetër. Por nëse e ke kuptuar ëmbëlsinë e besimit dhe nëse e ke kuptuar pasurinë, ke për ta parë që pasuria është një gjë jashtëzakonisht e vogël në krahasim me këtë kënaqësinë e madhe shpirtërore që t'jep Zoti nëpërmjet besimit të tij.